Amma ba'd, Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam e dërgojmë. Allah na pranoft ibadetet e ditës sotme. Allah na pranoft agjërimin. Na i falt mëkatet, na udhëzoft në rrugën e drejtë. Allahumma amin. Transmeton Imam Muslimi se pejgamberi alayhi salatu wa salam një ditë masi i falit 2 rekat namaz, hypin hutbe, edhe po jaman një këshill sahabëve, edhe pse nuk ishte ditë e xuma. Nga se ka pas tradit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka herë ka marrë ders në hutbe edhe pa u kon dita e xuma. Edhe ndër tjera thot sahabët e kena vrejt sikurse po do me na dhon lamtumirën pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra në mujtë e fundit të jetës së tij, në mujtë e fundit të jetës së tij. Thot unë nuk friksohem për juve mos po bani shirk mas sodit, por friksohem për jush që kam ju qelë dyjoja, kanë mi ardhë mirat e dyjos, edhe keni me ushty njëri me tjetrin. Atë shumë edhe mu armitsu për dyjo, sa kjo ka me ju qu, a ka me ju nxha njëjtë sikur se popujt para jush, të cilët edhe u patën vra, edhe u patën shkatru, duke vrapu mas dunjas. Të dashur vëllezër, kjo është një paralajmërim i pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe pse ai nuk e ka ditë të ardhmen. Pra nuk guxojmë me mendu se Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ditë të ardhmen. Zoti këta ka përmendur në Kur'an se pejgamberi nuk e ditë të ardhmen. Prandaj, përderisa nuk e ka ditë ai, nuk e di asnjë njeri në botë të ardhmen. Prej gabimeve të cilat na bëhen karshi neve, po edhe karshi o gjallarve kam fjallën, por edhe një kategori lunë me këtë pikë, ajo është kategoria mashtruzve në amën të se ata janë të mërim, ka disa mashtruz, që rrajnë popullin duke i thonë se unë e di të ardhmen. Edhe ja përzin, shpesh ata shtiren sikur janë hoxhallar ose fetar, e ju e dini se ka prej tyne që e lexojnë dorën, ka prej tyne që e lexojnë filxhanin, ka prej tyne që e shkruajnë horoskopin, ka prej tyne që një kategori më lart, këto janë kret mashtrusa qëta që i përmena, ka kategori më lart i cili bashkëpunon me e gjin. Edhe këta që bashkëpunojnë me e gjin, mundën me ditë diçka nga e kalumja jote, me ditë nga e kalumja jote. Se e gjend e din të kalumën tone, ata janë afër teje, e din çka ke bo dje, e din çka ke fol, çka ke bo plan me babe, me none, me grua, me fëmijë, çfarë plani ke bo. Edhe tash ai nëse bashkëpunon me gjin, vjen edhe të thotë ty dje, pas ke fol kështu. Edhe besimtari që nuk i di këto sene, dorëzohet para ti, thot po. Au, thot ky pe dika, çdo sen po dika. Tash ky e ka ditë ato që ke bo dje, se të ka inqizu e gjine, e ka inqizu dhe e ka kallzu këti. Pa i nuk e ditë ti që ka ki me bo nesër, veç që ka ke bo muhabet e di, ma shumë nuk di. Prandaj, asnjë njeri në botë nuk e di të ardhmen. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditë. Por, nëse ka rast, kur pejgamberi ka fol për të ardhmen, atë nisa ndijeni, ka fol veç me shpallje. I kanë ardhur argumentet nga Zoti për të ardhmen. Prandaj këtu ka thonë, e ka treg vrejtjen e ummetit. Nuk kam frikë për juve nga shirku,
Nuk tutëm që ju devijani, s'tutëm. Se aq është e qartë feja, sa pak me lexu e kupton shumë e qartë. E kupton se s'ki nevoj më tut për besimin. Allahu ka thonë Kur'an, i vetmi krijues është Zoti. Allahu ka thonë Kur'an, i vetmi që meriton adhurim është Zoti. Allahu ka thonë Kur'an, cilësitë edhe emrat që i ka Allahi kërkush nuk i përngjan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Qëto 3 sene, si ti mësosh në fe, vetë Zoti është krijues. Vetë Zoti meriton adhurim. Vetë Zoti ka cilësitë që si përngjan kërkush. Zoti s'ka le, Zoti nuk vdes, Zoti s'ka bab, Zoti s'ka non, Zoti s'ka fëmijë. Zoti është i pa fillim, Zoti është i pa mbarim. Zoti nuk han, Zoti nuk pi, Zoti nuk vdes, nuk e merr kotja, nuk e merr gjumi, nuk lodhet kurr. Çdo sa është në dijen e tij. Çto mesele, se ti din, ka pështu besimi yt. Se nuk shkon masane as te hoxha me mendu që të shnosh. Hoxhat mund me të lexu Kur'an, me të shnosh veç Allahu. Nuk shkon as te prifti, as te xhamia, as te kisha, as te tyrbi, as te teçi, as te shehi. Se e kupton besimin, është i lehtë. Për çdo njeri më të thjesht besimi islam është i lehtë. Përkundër besimeve tjera, që vetë udhëhecat e tyne nuk din me shpjegu. Ti i thush, kush është Zoti? Po, ai në qiell. Po mirë, ky qetri çka? Shpirti i shenjtë. Po dhe kjo Zot. Po ai tjetri biri, po dhe ky, po tash janë 1 a 3. Jo, po është 1, po janë 3. Po janë 3, po janë 1. Edhe ai është konfuz. Edhe ai se ka të qartë. Se sot që ashtu. Po tash ka mbet kilja edhe tash me u kthy në monoteizëm që kanë qenë partë të ty në problem. Problem. E tash. Kur ta kupton në islam besimin e sakt, që të mesele pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, stutëm, ama ja Rasulullah, çka tutesh për neve? Tutëm kam ju qel 2 joja. Keni me pas shumë mirësi. Që atër kur t'ju qilët 2 joja, që atër tutëm që keni më shty njëni me tjetërin. Me pas zili, me pas armitsi, me pas vllavrasje, me pas urrejtje, me pas... A keni pa kreta në komi na, thojmë, para luftës e konë në ryshë dhe tash s'ka dashni. Na vese neve për problemet familjare, hoxhë, kështu burri, gruja, djali, qika, ai, ky, kojshia, vllau, baba, nana. Ku se bepe, kulmi, i kret që ty në problemeve, është kam rrit luksi në një fazë sa që mingi, sa si jemi të ditë ma që ka me ba. A keni pa ju se si pasanikët, mas mëllajt botës, njerëzit me influencë, me pozit, me pushtet, më të mëllajt botës, janë gjendje me shku me fjet, me bo, zina me fmi ka 70 vjeç. Edhe në fund mi marë mi hangër, mi pjek. Ta që thoni, kjo normale. Pejgamberi shtona ka treg vretjen. Ka marrë kua që qatë shumë kini mungi, sa mos kini me ditë qa me bo. Se mësu tut për njeri që është i undë, tut për ati që është i ngitë. Se i unë këqëni në përjetës sociale, ata fukarat, kur piqen një kafshat buk, ose pe gjanit së buk, për shkane për thëta, ma jo për shbeni të ro, a i pe danë. Shka të një pasonik, jo musliman, se në të folë për ato që ka tutën Allahit. Plesht kanë thonë, të shterë drini, lumi, të umyt njerëzit. Kjo është. E ka manon e vetë. Në vend se të largu problemet, të shterë drini, dhe më problem s'ka. Ti kur të shterë drini, mund është me kalu. Kur o drini, mund është më mytë. Amo pse për ndodhë kjo kundërta? Në vend se na mungi, shqyqyr keme, kur të ngimi, me u bashku, me darë, se kretë keme. është një problem. Kur ngijën njerëzit, por nuk e kanë hek lakmin,
Në akhiru zaman, para kiametit, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, ka marrë një kohë që njerëzit kanë me ungi, edhe kanë më konë të kënaqën. Qyre që kjo është kodi më sheft, më konë i kënaqën, razi më konë me ato që të ka thonë Allah, mës me pas lakmi, zili tjetërin. Thot sa, ka me nga njeri me adhonë zëqatin, s'ka kuj me adhonë, ka më sjellë, dhe në kohët Omer ibn Abdul Azizit ka ndodhë kja. Për 2 vjetë ka udheq, njeri, khalife, udheq si drejti, besimtari, devotshëm, asket, ka udheq për 2 vjetë s'kan pas kuj me adhonë zëqatin, s'pe pranon kërkush. E ka largu mas pari, kryetari, lakmin për vetës, i ka thonë gruzëve të krejt që ka ki dukat me dhonë për i Zotë Zotit, ndash më konë bashkërët e jame, edhe fëmijëve të vetë, edhe vazhdojmë me tjertë. Në akhiru zaman, ka marrë që ajo që s'kanë kumje, sa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që janë më konë të ngitë, në një hije të lisit, ka me fjetë ujku edhe kaprolli. Edhe s'ka me hongër, apo s'ka me sulmu ujku, kaprollin, as kaprolli s'ka me ikë prej ujkut. Dhe më thonë, drejtësia, hekja lakmis të njerëzit ndikon edhe të kafshët. Ndikon edhe të gjitha krijesat, se njeri është mrat i tokës. 2 sene, njerëzit i nxerrin për udhës Zotit. 1. Dyshimet në besim, edhe 2. Kajtjet në moral, lakmi. Unë po e tham një informacion të analizum, ndoshta se keni, e kanë provu dikush, popullin shqiptar, dikur me nxerr pi fesë, mas luftës. Me çka? Ty i premtu, të qëmë në fakultet, dil për dinit islam, që të filan shajen në qafë. Edhe ka pas familja aty këtu që janë mashtru, kanë rënë provokimet e tyne, kanë hongër forën. Ka pas familje, ka pas individ, edhe u bo zhurë masaneve. Mas një kohë jenë nalë. Pse? E kanë pa që me dyshimin besim, se hanë kjo popull. Kanë kalu të opcioni B. Me epshe. Ose shubuhat, quhen ose shahawat. Shubuhat janë dyshimet në besim. Shahawat janë epshet. Qa kanë bo këti populli? I kanë qelë kretullë të haramit. Kretullë të haramit. Ku sot nga 40.000 derin 50.000, e ngova dikun me një emision për një ekspertit të që mirët me këta drogirashat e mvarën për drogës, po njoni që e ka një spital për rehabilitim të këtyne me drogë, më ka thonë mu 50.000 janë të regjistrume. Allahu e di mas miri. Të mani ki 50.000 veta të regjistrume që janë narkoman të mvarën. Kjo nuk o kanë. Se, tjetra, sot vajza 13 vjetë, 14 vjetë, shkanë bënë qka të doje, edhe me qef, ose edhe me zërë, e marrë një qënë me një banese, marrë në shelë, me një villë, marrë në shelë, një javdit njerëzit, ka 4-50 vjetë. Që o të buri 5-60 vjetë, edhe në qikën 12 vjetë. Edhe, gruën s'ka drejt kërkush kur gjam i thonë, qikës djalit, i kanë pro epshet në atë nivel, sa ka djallë të rritë cili vjen të unë edhe më thotë më hoqë që 13 vjetë kaloj me një femën. Pse s'martu është Allah? Pse mu martu aji? Pse mu martu? 34 vjetë djallë. Sarë do e shka në për hotele, në për motele, shfryja si gjaja. E s'ka nevoj mu martu, se mas 14 vjetë e le mërë qetërën. Se o letu harami. Qëto kanë pru punën me letu, ti gjdo kun ki venet haramit, edhe ti nuk i drejt me folë. Që të ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kjo ka me ju letu, ka me u qelë, e që atër ju tutëm juve, tutëm për jush. Se s'ki me pas të drejt kur gjë me i thonë gru se ka me stimulu, sa ka me pas kryqëteti Shqipnis, kam lexu dikon, se di sa është e sakt, mund të mos i merr një statistikat prejme, vetë si shembull, mos me mu kap në fjalë, prej kryqëteteve të Evropës, me mas shumë të ndamje zyrtare që kanë shku në gjykat, Tirana. Pse? Pyeti ekspert, nga një misionet. Për arsye se,
asisoja ka bon sistemin shteti që ajo mu bon pamvarne prej burrit, mos me guxu me një, mu një burri, o shqel dujoja, jep, thot, që ka që për 2 vjetë e ki ka, që ka që pare, për, ku e di që ka dhunim, ku e di, na jemi kundër të dhunimeve saneve. Po dhe jemi kundër thjesht një telefonat me që njerin një mujnë burg, veç një telefonat, pa këqyrë që ka qysh tek, ka dalës. Se nuk shkan mo jeta 2 herë 3, shkan mo jeta, kush me prish një familje? Thjesht nuk ka teka sa një telefonat me bo dhe një mujnë dit. Ne jemi me nërejq familje me çdo kusht, edhe nëse duhet pak njëni me lëshuk për. E çdo lukset e teprume, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, kanë mjo shkatru. Qysh janë shkatru popujt para josh. E mira, qka ti qëtë mend, fukarallëku, varfnia, smuja, nuk ti qëtë. Prandaj, Allahu Gjelleshanuhu, ka herë ka hadith, Zotin hadith kudsi, ka thonë, unë do rob i di, që me bom ju dhonë pasuni, dalim për dinit. Qka bëj i ma fukara? Ja u du të mirën. A i thotë, o Allah, s'po me opish mu pasuni. O, rre që të. Rizë vëllaj, qëfar, e kinë mrena aty një qëfar kodit, qëfar idioti jeti. Me bom me dhonë pasuni që është, por rre se mirje. Edhe i tjetëri, është dikush besimtar veç pëse pasunik. Me bo fukara, nisë për umja që u zoti. Me njërë thotë, ko zoti, pëse s'po më një mënë mu? Unë e po falem. Qka bën Allah? Nuk e sprovon me fukarallëk. E lën pak si as ky mos menojnë që Zoti sa tu i pasën, tu i ditë sanet. I di Allahi. Sprova ma vogël, që ka thot, po unë e gjithë me jem falbe, pse mu Zoti ma që i këta, ma për i zatë Zotit, mos e thuj këtë fjalë. Se pejgambert e Allahut janë sprovu mas shumë ti. Rri që aty ku je, falendroj Allahin. Andaj, jemi të folë për temën që e ka pas gajle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam metin, ja ka treg vretjen. Pra, ose dyshimet në fe, ose epshet, kaqet, lakmia e prishni njëri, një familje, një shoqni. Ne jemi të çka e dyta, a jemi me mas të madhe, nuk e di. Inshallah si jemi. Po tash, na du të me thonë inshallah si jemi. Ama realiteti bajegu na vend në një pozit të palakmushme. A duhet me kon pesimist, me mbjell, si me thonë, humbje shpresës të njerëzit. Jo, elhamdulillah. Na kemi dinin ton, na kemi logjikën, kemi mendjen, kemi hala burra që këqyrin ka khejri, shembull kemi njerëz që shumë i kujdesshëm për fëmijët e vet për namaz. I qanë fëmijët e vetë me mësu në xhami. E tjerë. Alhamdulillah ka khejrë. Por gjithsesi, rujën e pikësaj dytës. Çdo sen që s'ta ka qu Zoti, mos ja ki zili vllajt tanë, mos ja ki zili. Pasha Allahin s'ta ka marrë ty Allahi. Mja dhon ati. Pasha Allahin edhe mos mja pas dhon ty, apet s'kish mu kone jotja se s'ta ka qu Zoti ty. Merri sebepet, qohu puna, bën biznes. Nëse s'ka dhonë Zoti shumë miliona, mos thuju në shumë po punoj. Ti a i more sebepet, ti le. Ati tjetët që i ka dhonë Zoti, qka me boti, me thonë, o Allah, shtoja ati, shto ma dhe mu. Kur të bën doa për ata, o Allah, shtoja me halal. O Allah, ruje, pasha Zotin, ka me ta qu Zoti edhe ty nja, edhe ka me të largu zilia pi zamrës, shumë jemi ziliqarë. Shumë jemi ziliqarë. Andaj, kujdes në çështjen e lakmisë së kësaj bote. Edhe dyta, është rasti tjetër kur kujdesi pejgamberit alayhi salatu wassalam për muslimanët, e këtu në rastin tjetër është për një sahabi i cili ka dash me lënë shembull për ummetin deri në vdekje. Njëri prej sahabëve ka pas emrin Gjulejbib, radhiyallahu anhu. Ka qenë person që në shoqni nuk i ka vu interesim kërkush. Nuk i ka tregu interesim për shkak të fukarallëkut ti,
për shkak të ngjyrës ka qenë zezak, për shkak të fizikut edhe pamjes jo të bukur, edhe asnjë autoritet apo pozit nuk e ka pasur në shoqëni. E ka pa pejgamberi alayhi salatu wasalam një ditë dhe ka për me baj gare, ka kap pi mrapa, ja ka kap durt kështu, edhe ka thonë kush më blen që të rob? Kush e blen që të rob? Ka kesh Xhulebibi ka thonë, wallahi ja Rasulullah, s'ka me ta ble kërkush, këtë rob të keq. Edhe nëse dikush don me ble, ka me ble shumë lirë, gati fal. Edhe ka kesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe të pranishmet. Atëri dërguar i Zotit për me qetësu këtë burr, edhe mi dhonë shambull umetit se nuk qyren sanet me pamje, po qyren me devotshmëri. Ka thonë Xhulejbib, shko te filani, te filan i biri fistekit, edhe lypja qikën për vete. Ajo qika ka qenë prej vajzave më të bukura në Medinë. Baba i saj ka pas autoritet edhe emën në Medinë, por është pa emën i përmendur. Se në ngjarjet kur ka ndodhur diçka, po them kështu, me vretjet ose keq, sahabët nuk i kanë transmetuar me emën. Të mirat i kanë transmetuar me emën. Të këqijat pa emën, veç kanë transmetuar sa është dobia e tregimit. Na kemi të kundërtën, na nëse fol dikush keq, bën dikush keq, a ke pa filoni. Nëse bën dikush mirë, mund ta themi pa emën. Mund me dhënë emën, me thonë, ama njëri që ka bë keq, patjetër kena më përmend emrin. Me bohor me bë. Thot, shkathuj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka martu me qikën e juj. Shkon troket nder, ngushtoni safat mundësisht. Ngushtoni safat, sa të keni mundësi, poziciononi më ngusht pak. Allah ju shpërblet. Bani në vend vllaznin e juj, për herë të Allahut. Shkon atje, troket nder, thot, e njofin këta, hajde urë në zotni, paramendoj mi shku njerit nder, për lypin sa po mojnë qikën, lloj-lloj njeri, lloj-lloj bukuroshi, lloj-lloj pasoniki, milioneri, me lloj-lloj Ferrari, Lamborghini, Bugatti atje. Ha? Edhe po shkon njëri më i varfër i krejt Medinës, më i keq i krejt Medinës, pa autoritet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka bë selam edhe vajzën e juaj e ka martu me mu, ose po thot me ma dhonë mu. Ata nisa e kanë ditë se në atë kohë nuk kanë rënë njerëzit, s'kanë rrejt. Nuk kanë shku me e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam. Po baba i saj, edhe nona kanë thonë, vajza po e nin prej mrena. S'ka dalë jashtë. Baba dhe nona po thonë, qysh me martuna me këto, kur vajza jonë është kështu, po i përmenin sifatet cilësitë e mira të saj, që i ka pas hak. Tha vallaj, unë s'di që më thonë kështu më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, normal, djali i ri ka kojt edhe ati me halal. Edhe thot baba, thot ja, ty s'ki as autoritet, as pare, as pozita, as kështu. Tha na bon halal, po jo. Dul vajza, tha na lu zotni. Atë ka qu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha po. Bab non, tha për mu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vendos më shumë se sa jo. E dyta, fjala urnë e pejgamberit alaihi salatu wasallam për mu është amen. E treta, ato që ka zgjedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mu është më i hajrit se ai që ju muni me zgjedh për mu. Tha unë tha pranoj mu martu me njerë me këtë djalë. Prindrit u nalën, vendosmëria vajzës. Atëherë, thot, u martu, natën kur hyni dhëndër, u lëshu kushtrimi për betej, për luftë. Xhulebibi ishte pit parëve që u qu edhe akoma pa hy dhëndër, i veshi teshat e luftës, më ur shpatën edhe dul bashkë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. E paramendoj tash me një djalë të sodit, kur u kon vakti luftës, me do patriotat mas luftës, kanë pas ka 4-50 vjetë edhe
Ata të cilët kanë thonë, vëllai po, unë s'kom mujt, kom pas të lashet e mija tutën teme, ajo tjetër. Ama qote e ba 3 masanena, apo këta ai kalon nusën në dhomë. Bismillah. Ka shku në betejë. Në fund, mas jo kry beteja, ka fitu pejgamberi alayhi salatu wasalam, për ju thot sahabëve, lypni shok të juj. Se cëllë ju konë ka 2-3 veta, ka 5 veta, ta po thojnë po, na jemi kret. Njoni për thot, jo, njoni shok, na pas ka vdek. Edhe për thot, apo mungën dikush tjetër, ata jo. Apo mungën dikush tjetër, jo. Qaq Gjulejbibi i pa vlerë, po thamune, nëse guxej me thonë kështu, i pa pozitë ta, sa s'pevrejna, është asoj, si më zbugon, si ke, si s'ke. Tha, unë tha, po më mungon Gjulejbibi. Shkoni, tha, ma gjani të të vdekurit. E lypën sahabët e gjetën pak si anash, 7 mushrik të vdekun edhe kë. Shkoj pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe qajti. I ardhë shpallja, i tha Allahu Gjeleshanu, ky burr, tha, i ka vratha qëtat shtatit, aty që i kish përrethi, masenena, këta normal, tu luftu e kam plaguas edhe ky ka vdek, mas i ka myt. Atër Allahu Gjeleshanu ja heki perdën, edhe e pasë si Zoti me laqet po e qojnë shpirtin e ti, që është pa t'hin dhondër këtu, të është i dhondër në xhenet. Edhe e uli pejgamberi alayhi salatu wasalam kokën e tij kështu, i vendosi durt, i thani ja Rasulullah pse? Tha i pash ta hyrit me të cilat Allahu azza jall është të veçuar në xhenet, tha nuk deshta që me pas ndaj xhelozi ky rob i Allahut. Të dashur vëllezër, kujdesi pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë edhe vazhdon me këshillat e tij me mbet edhe të na. Kur mos harroni se kush e ngon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse i dokët keq në fillim, ati ja merr mendja që keq, vallahi s'kam i dal keq. Ama veç lypët sabër, edhe vendosmëri. Mas 5 vjetë, 10 vjetë, fjala e pejgamberit ka me dal tavan. Domethënë nëse pejgamberi po thotë çështo djathtas shka, ty po takona pak kajtja epshi majtas, sidomos djem të ri, keni kujdes. Unë çdo ditë kam konsultime me djem të ri, me vajzat e reja. Ju keni marak, ka pak me ngjy ku s'duhet me ngjy. S'po them personalisht jo. Rune moralin. Gjulejbibi e ka rujt, e vajza e ka rujt moralin. Rune! Mos vini para Allahut se çka ka shkruar Allahu, rrezik grua jote e më kon ka më kon. Mos hin laknave. Veç me halal. Ka pëlqyer një vajzë që ka cakati nder, në mënyrë indirekte, mos direkt. Hoxha Fenif, çika filonit, a ki mundsi me shku me lyp? Me gjet një formë që halal. Nuk mundesh me anis një jetë me haram, veç me halal. Filoni, unë e meta, aja ka bo me haram, veç mos jetë e marak. Tjetëri ka bo kerën, tjetëri ka bo biznesin, tjetëri ka bo milionat, a i ka bo me haram. Këshëni, mas 20-25 vjetë, se cilët i del në shesh, pasonia, forma, kretë që shi kanë fitu. Po dita kiametit. Andaj të dashur vëllezër, veç në udhë Zotit. Kënaqur me çato që të ka dhënë Zoti, a ki imanin, a ki shnetën, a ki familjen që nash. O vallahi, kretë kena milan. O billahi, kretë kena milan. Po kur të vjen momenti me dorëzu shpirtin, nash ta obo vonë, mo me thonë, ti shmi këthuj edhe një herë. Allah na pranoft këtë agjerem, Allah na falt, Allah na uzoft. Zot na largo lakmin, Zot na mjafto veç me halal. Amin, amin, amin.